Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se Aleksandar Lazarov, i njohur si Cunata, po ashtu edhe i dyshuar për trafikim droge, para 4 ditëve u aratis përmes dritares nga stacioni policor në Koçan, por është arrestuar sërish nga ana e policisë. MPB njoftoi se pas aratisjes nga stacioni policor, ndaj tij ishte lëshuar urdhër arrest qendror dhe ndërkombëtar. Më 14 korrik 2026, pas informacioneve operative për një person ndaj të cilit MPB kishte lëshuar urdhër arrest qendror dhe ndërkombëtar nga zyrtarët policor të SPB Shkup, sektori për kërkime u privua nga liria Aleksandar Lazarov, 41 vjeçar nga Koçani. Për Aleksandar Lazarov ishte lëshuar urdhër arrest me kërkesë të gjykatës themelore të Koçanit, si i dyshuar për veprën penale sipas neni 215, paragrafi 1 të Kodit Penal. Personi është dërguar në stacionin policor Kisella Vodë për procedurë të mëtejshme. Nga MPB u tha se Lazarov është i njohur për policinë dhe se ai kërkoi për veprën penale, prodhim dhe vënien në qarkullim të paautorizuar të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursoreve. Po ashtu, Departamenti për Kontroll të Brendshëm pranë MPB-s pohëton përgjegjësinë e mundshme të policëve nga të cilët Lazarov arriti të largohej, ndërsa nga ana tjetër opozita e ka cilësuar ngjarjen si skandal dhe shprehu dyshime për lidhjet e Lazarovit me përfaqësues të pushtetit.